Ministri i Jashtëm i Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani ka mbërritur në Kiev ku në rolin e kryesuesit me OSBE ka nisur vizitën e tij në Ukrainë. Ukraina është destinacioni i parë që Osmani paralajmëroi se do ta vizitojë në rolin e kryesuesit me OSBE pasi javën e kaluar në Vjenë prezantoi prioritetet e kryesimit. Kryeministri Dimitar Kovacevski njoftoi se në vazhdesi për është realizimi i fazës së parë të autostradës Shkup-Llaç. Në konferencën për shtyp kushtuar investimeve kapitale, ai paralajmëroi ndërtimin e 4 autostradave. Ministrja për punë të jashtme dhe diasporë e Kosovës, Donika Gërvalla, ka thënë se Kosova nuk do të kërkojë rrugica për të zbatuar një asociacion i cili shkel kushtetutën e vendit. Këto komente Gërvalla i bëri në një konferencë të përbashkët me ministrën e jashtme të Slovenisë Tanja Fajon. Policia italiane ka vënë në pranga Matteo Messina Denaro, bosin më të kërkuar të mafias në një klinik private në Palermo. 60 vjeçari kishte qenë në arrati prej 3 dekadash. Me mbrëma zonja dhe zotri, jeni me edicionin qendror të lajmeve këtu në Klan Maqedoni. Ministri i Jashtëm i Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani ka mbërritur në Kiev, ku në rolin e kryesuesit me OSBE ka nisur vizitën e tij në Ukrainë. Ukraina është destinacioni i parë që Osmani paralajmëroi se do ta vizitojë në rolin e kryesuesit me OSBE pasi javën e kaluar në Vjenë prezantoi prioritetet e kryesimit. Ministri i Jashtëm Bujar Osmani në vizitën e tij të parë në Ukrainë në rolin e kryesuesit me OSBE pas mbërritjes në këtë vend ka vizituar qytetin Borodjanka në rajonin e Kievit, i cili ishte goditur fuqishëm nga veprimet ushtarake. Ministri Osmani gjatë vizitës së Borodnjakës edhe një herë ka dënuar invazionin rus në Ukrainë, duke shtuar se nuk ekzistojnë arsyetime për sulme të vazhdueshme ndaj shkollave, spitaleve dhe caqeve civile. Me asgjë nuk mund të arsyetohet vrasja e civilëve, pengimi i transportit të ujit dhe ushqimit, vështirësimi i karvaneve humanitare, nevojitet aksion urgjent që t'jepet fund kësaj një mendësie dhe të sigurohet ndihmë për nevojtarët. Duhet të punojmë që të ndalen vuajtjet dhe më pas të ripërtrim rajonet të shkatruara. Gjatë vizitës në Borodnjanka, Osmani dhe një herë ka potencuar se Republika e Maqedonisë së Veriut, si kryesuese me OSBE, do të angazhohet që të gjenden mënyra që sërish ta kthejë organizatën në Ukrainë, kurse siç tha nga komunikimi me Rusinë, do të varet vendosja lidhur me parimet dhe angazhimet e OSBE-s, për të cilën siç u shpreh, si kryesues me OSBE nuk do të lejoj kompromise. Është kjo vizita e dytë e ministrit të jashtëm Bujar Osmani në Ukrainë. Vizita e parë u realizua në maj të vitit të kaluar, ku u realizoi takime me kolegun ukrainas Dmytro Kuleba dhe përfaqësues të lartë të Ukrainës. E në kuadër të vizitës së tij në Kiev, Osmani ka zhvilluar takime edhe me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, ku ka shprehur mbështetjen e tij për qeverinë e Ukrainës, duke theksuar se OSBE mbështet popullin ukrainas dhe përpjekjet për rivendosjen e paqes dhe stabilitetit të rajonit. Impresionuese sakrifica dhe angazhimi i presidentit Zelensky për mbrojtjen e popullit ukrainas dhe guximi i tij në ballafaqim me sfidat dhe pasojat e agresionit të Federatës Ruse kundër Ukrainës. I bëi thirrje Rusisë që menjëherë t'i jap fund agresionit, OSBE do të mbështet popullin ukrainës dhe do të vazhdojë të monitorojë nga afër situatën. Kjo mbështetje është e nevojshme për përpjekjet e Ukrainës për të rivendosur paqen dhe për të bërë një të ardhme stabile për qytetarët e saj, ka theksuar Osmani gjatë takimit me presidentin e Ukrainës. Osmani tha se OSBE-ja ka mekanizma dhe kapacitete për të ndihmuar njerëzit nga zonat e konfliktit përmes punës në terren. Eci me zhvillimet të tjera, kryeministri Dimitar Kovacevski në konferencën vjetore Sfidat ekonomike në vitin 2023, si ta mbajmë rritjen ekonomike dhe ta transformojmë ekonominë, është prononcuar edhe rreth investimeve kapitale në vend. Sipas tij, vitin e kaluar janë realizuar 90% e këtyre investimeve. Projektet infrastrukturore në pjesën e Maqedonisë së Veriut që duhet të ndërlidhin vendin me Shqipërinë dhe Kosovën po zhvillohen me një dinamik shumë të ulët. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski tha se po punohet vazhdimisht në realizimin e këtyre projekteve, por nuk saktësoi afate kohore se kur mund të pritet finalizimi i tyre. I pyetur për autostradën me Shqipërinë,
Kovacevski tha se është një projekt afatgjat dhe se problemi me këtë është historik. Sipas tij, sistemet e mëhershme politike qëllimisht kanë krijuar infrastrukturë që ndajnë dy shtetet dhe jo që ndërlidhin ato. Ai tha se pikërisht për këto arsye 30 vite nuk është bërë autostrada me Shqipërinë, por këtë vit do të fillojë ndërtimi. Ние сега во моментов со министерот за транспорт и врски со неговиот колега од Албанија. Ne tani momentalisht me ministrin e transportit dhe lidhjeve dhe kolegun e tij nga Shqipëria, punojmë në zhvendosjen e vendkalimit të tërë kufitar me Shqipërinë, sepse ai aktual është vendosur në lartësi mbi detare 780 metra. Ashtu janë bërë qëllimisht. Tani bëjmë infrastrukturë që të na lidh me Shqipërinë dhe Bullgarinë, sepse atëherë kemi bërë infrastrukturë që të na ndaj dhe jo të na ndërlidh. Dhe ajo i takon brezit ton që ta bëjnë, sepse 30 vite askush nuk dëshironte të bënte autostradë deri në Shqipëri. Këtë vit do të fillojmë punimet për autostradën me Shqipërinë. Sa i përket autostradës Shkup-Blac, ku me vite po zgjat ndërtimi i 2 kilometrave të para, ai tha se pjesa e parë është në fazën finale, ndërsa pjesa e dytë është në fazën e projektimit. И штом ќе заврши проектирањето, тогаш ќе се отвори тендер да се избеде. Sa po të përfundoj projektimi, atëherë do të hapet tender për zgjedhjen e kontraktuesit. Këtë vit do të shpallet tenderi. Bëhet fjalë për pjesën me të vërtet të komplikuar dhe më të vështirë për ndërtim. Megjithatë, ne jemi të përkushtuar që ta bëjmë dhe atë. Shqipëria ka përfunduar pjesën e vet të autostradës me Maqedoninë e Veriut në vitin 2021, ndërsa Kosova në vitin 2019. Përpos afrimit të qytetarëve, këto projekte janë të rëndësishme edhe për zhvillimin ekonomik dhe turizmit. Komisioni Shtetëror për Ankesat mbi furnizimet publike konfirmoi korektësinë juridike të procedurës për përzgjedhjen e konsorciumit ndërkombëtar IRD Engineering si konsulent dhe mbikëqyrës i punimeve për autostradat e korridorit 8 dhe 10D, duke refuzuar kështu ankesat e parashtruara nga dy kompanitë, Hill dhe Ingerop. Kjo sipas autoriteteve të vendit mundson nisjen e shpejtë të ndërtimeve. Konfirmoi të zgjedhja e konsorciumit IRD Engineering si konsulent dhe mbikëqyrës i punimeve për autostradat e korridorit 8 dhe 10D, që do të ndërtojnë nga konsorciumi amerikano-turk Bechtel dhe Enka, dhe me këtë, siç publikoi në Facebook zëvendës kryeministri i parë Artan Grubi, mundsohet nisja e shpejtë e ndërtimit. Komisioni Shtetëror për Ankesat mbi furnizimet publike konfirmoi korektsinë juridike të procedurës për përzgjedhjen e konsorciumit ndërkombëtar IRD Engineering si konsulent dhe mbikëqyrës i punimeve, duke refuzuar ankesat e parashtruara nga dy kompanitë, Hill dhe Ingerop. Tejkalimi i suksesshëm i këtij hapi procedural mundoson nisjen e shpejtë të ndërtimit të autostradës, që ka rëndësi të madhe strategjike për zhvillimin e vendit dhe rajonit. Më 14 dhjetor të vitit të kaluar, ndërmarrja publike për rrugë shtetërore njoftoi se në tenderin për mbikëqyrje dhe konsulent juridik për ndërtimin e korridorit 8 dhe 10D është zgjedhur oferta e IRD Engineering në vlerë mbi 1.3 miliard denar dhe se janë dorëzuar dy ankesa nga kompanitë Hill dhe Ingerop. Bëhet fjalë për tenderin e dytë, pasi procedura e parë ishte shfuqizuar për shkak se kompania e zgjedhur në afatin e paraparë nuk kishte siguruar garancionin bankar për realizimin me sukses dhe në kohë të marrëveshjes. Me këtë projekt parashihet ndërtimi i pjesëve të autostradës Gostivar-Kërçov, Tetov-Gostivar, Trebenisht-Struk-Qafllan, si dhe Prilep-Manastir. Për ndërtimin e autostradave të korridorit 8 në buxhetin për vitin 2023 parashihen 244 milion euro. Vitin e kaluar, qeveria nënshkroi memorandum me konsorciumin Bechtel dhe Enka, kurse kuvendi miratoi ligjin për konstatimin e interesit publik dhe emërimin e tij si partner strategjik të projektit. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë, Sindikata e Pavarur e Gazetarëve, Agjencia për Media kanë reaguar ndaj një deklarate të liderit të BDI-s Ali Ahmeti, ku ai përmend disa media të vendit janë kundër përgjigjur menjëherë edhe nga BDI-a. Dhe tani, ku t'i bojnë shërbim me këto lëvizje që po bëhen? Sigurisht armiqve të shqiptarëve, po Duart Rokisin, Alfa, Telma, Melma, Qajon, këto, alfa. Kjo deklarata e Ahmetit u kuptua si sulm ndaj mediave të lartë përmendura e i menjëhershëm ishte edhe reagimi i shoqatës së gazetarëve.
Kjo deklaratë skandaloze është e dëmshme dhe mund të kërcënojë sigurinë e gazetarëve dhe punonjësve të medias, duke nxitur kështu cenzurë në një kontekst më të gjerë. Deklarata është në veçantë problematike sepse vjen nga një kryetari një partie politike që është pjesë e qeverisë dhe mund të stimulojë sulme dhe kërcënime ndaj mediave dhe gazetarëve nga anëtarët e partisë, dhe kjo mund të sjellë pasoja shumë negative për lirinë e shprehjes. E nga BDI arsyeton, thonë që kryetari nuk ka pas fjalën për asnjë media konkrete, por për personat që eksponohen në këto media. Në tubimin e mbrëmshëm me qytetar në Gostivar, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Zotri Ali Ahmeti foli për mungesën e angazhimit të partive politike maqedonase me qytetarët në kontekst të marrëdhënieve me shqiptarët, sepse është shqetësuese urrëtia ndaj udhëheqësve shqiptarë dhe institucioneve të shtetit, e cila shfaqet nga qytetarët maqedonas në emisione kontaktuese në televizion maqedonase me etiketime si Bugar Osmani, artan terroristi dhe ofendime të vrashta ndaj vet Ali Ahmeti dhe të tjerëve. Zotri Ahmeti nuk ka përmendur media armiqësore, por tone agresive armiqësore nga qytetarët të nxitur nga partitë politike në emisione kontaktuese në këto televizione. Për deklaratën e Ahmetit mbrëm reaguan edhe nga Agjencia për Media. Sërish është anulluar sot seanca gjyqësore për rastin e zjarrit në spitalin modular në Tetov, mungonte njëri nga drejtorët e akuzuar. Seanca e radhës është saktuar për më 31 janar. Seanca gjyqësore për rastin e zjarrit në spitalin modular në Tetov, e caktuar për sot është anulluar pasi në gjykatën e Tetovës nuk u paraqit Artan Etemi, njëri nga 2 drejtorët e akuzuar të spitalit. Siç njoftohen avokatët e tij, kanë njoftuar se i akuzuari është në gjendje të rëndë psiqike dhe shëndetësore për shkak të vdekjes së nënës së tij. Për shkak të këtyre rrethanave, seanca është e caktuar për më 31 janar. Gjykimi për zjarrin që ndodhi më 8 shtator 2021, kur 14 njerëz humbën jetën, nisi më 7 dhjetor 2022 pasi nga shtatori 2022, disa herë është anuluar. Të akuzuarit drejtorët Florin Besimi dhe Artan Etemi, mjeku Boban Vučevski dhe përfaqësues së Spitalit Klinik të Tetovës si person juridik, në fillim të gjykimit kanë theksuar se e kuptojnë akuzën, por nuk kanë pranuar fajin dhe se nuk i ka bërë veprat për të cilet ngarkohen. Ashtu siç u paralajmërua para nisjes së seancës së sotme gjyqësore, para ndërtesës së gjykatës themelore të Tetovës, ka protestuar një grup qytetarësh, duke kërkuar lirimin nga akuzat të mjekut Boban Vučevski. Ata thonë se fajtorët e vërtetë të zjarrit nuk janë në gjykatë dhe se kundër tyre nuk ka të ngritur akuza. Mbikëqyrje inspektuese të ndërtimeve pa leje sot kishte në çarshinë e vjetër të Shkupit. Nga inspektorati thonë se aksionet e këtilla janë të vështira, por do të jenë të vazhdueshme. Një pjesë e lokaleve në çarshinë e vjetër të Shkupit kanë uzurpuar vende publike, kanë zgjeruar objekte të tyre me ndërtimin e terracave. E për këtë inspektorati shtetëror i ndërtimtarisë dhe urbanizmit ka dalë në terren, disa prej tyre pa leje, disa po, por numër të saktë do të jep inspektorati atëherë kur do të mbarojë i gjithë aksioni, thot drejtori Fatmir Arifi. Inspektorati shtetëror i ndërtimtarisë sot ka bërë një inspektim këtu në çarshinë e vjetër të Shkupit, duke mbyllur disa lokale këtu për shkak se ka filluar që të bëjnë disa ndërtime pa leje. Arifi preferon të jap deklarat pasi të kryhet i gjithë aksioni, por përmes telefonit tha se kjo do të jetë punë e rëndë, por aksionet do të jenë të vazhdueshme. Do të jetë një punë e vështirë, por këto aksione të shoqëruara me polici, kundër uzurpimit të hapësirave shtetërore dhe ndërtimeve pa leje në çarshinë e vjetër, do të jenë të vazhdueshme. Pronarët e lokaleve nuk deshën të flasin para kamerës, por një pjesë e tyre thanë që ata e kanë të gjithë dokumentacionin e duhur dhe gjatë këtyre viteve kanë kontribuar në gjallërimin e çarshisë së vjetër të Shkupit. Mure të rrëzuara dhe të plasaritura ka lënë pas tërmetin në zonën e Klosit në Shqipëri, atje ku mbrëmjen e djeshme u ndjen më shumë lëkundjet e tërmetit me magnitudë 4.7 i shkallës Richter. Këto janë pasojat e tërmetit të mbrëmjes së të dielës me epicëndër në Klos, fatmirësisht pa pasoja në njerëz. Dëme më të mëdha kanë pësuar banesat e vjetra private, por edhe pallate, jo vetëm plasaritje, por edhe mure të çara. Sipas të dhënave nga prefektura e qarkut të Dibrës, deri tani rezultojnë të dëmtuara 30 banesa, kryesisht në Kloz dhe Mat.
Deri tani ka ankesa qytetarësh edhe të verifikuar, për fat mirë nuk kemi dëmtime njerëz. Tërmeti riktheu panikun tek shumë qytetarë të cilët u detyruan të lënë shtëpitë dhe të dalin në rrugë. Shumë i fort ishte. Frikë kemi se nuk i dihet, bovati ka dhe goditje tjera. Me pat merë në sy, gjithë natë kemi net për jashtë. Dolëm jashtë me vrap, shtëpia u qa komplet, ishim të terrorizu, kemi net gjithë natë për jashtë. Ai mam, sa të tratavoni, mam, të tratavoni. Me vendim të shtabit e emergjencave, bashkitë e prekura më shumë nga tërmeti kanë ngritur grupet e punës për të bërë vlerësimin real të dëmeve të shkaktuara. Një nga medaljet më të larta të shtetit shqiptar, kalor si urdhri të flamurit, i është dhënë ambasadorit amerikan William Walker nga presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj. Medalja u dha për kontributin e tij gjatë luftës në Kosovën, kur ishte shef i misionit monitorues të OSBE-s dhe u bë dëshmitar i një prej masakrave më të rënda të kryera në Reçak. Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka dhënë medaljen e kalorësit të urdhrit të flamurit ambasadorit amerikan William Walker për kontributin e tij gjatë luftës në Kosovë. Kanë kaluar 24 vjet që nga dita kur ambasadori Walker, shefi misionit monitorues të OSBE-s në Kosovë, u bë dëshmitar i një prej masakrave më të rënda të kryera në Reçak, më 15 janar të vitit 1999. 45 qytetarë të pafajshëm të Reçakut u masakruan mizërisht nga trupat ushtarak dhe paraushtarak të regjimit të Miloševićit. Ambasadori Walker i pari ekspozoi në mbar botën këtë akt mizor dhe e cilësoi masakrën para mediave si një krim kundër njerëzimit. Sipas presidentit Begaj, fal veprimeve dhe angazhimeve të tij, e gjithë bota u informua për krimet në Kosovë. Pikërisht për të mos harruar krimet, për të ruajtur paqen, për të lënë një botë në paqe për fëmijët tanë, vlerësojmë personalitete si ambasadori Walker, të cilët me punën dhe përkushtimin e tyre janë bërë shembull që duhen ndjekur dhe kanë hyrë në histori si ruajtës e mbrojtës të paqes, jetës, lirisë dhe prosperitetit të qytetarëve të Kosovës, të rajonit dhe të kombit tonë. Ambasadori Walker është duke botuar një libër për masakrën e Reçakut dhe mbi arsyet që bota demokratike, Shtetet e Bashkuara dhe NATO vendosën të ndërhyjnë dhe i dhanë fund gjenocidit serb në Kosovë. Ministre për punë të jashtme dhe diaspore Kosovës, Donika Gërvalla, ka thënë se Kosova nuk do të kërkojë rrugica për të zbatuar një asociacion i cili shkel sovranitetin e vetë shtetit. Ndërkohë, këto komente Gërvalla i bëri gjatë takimit me ministrin e punëve të jashtme të Slovenisë, Tanja Fajon. Ministri e jashtme e Slovenisë Tanja Fajon ka kërkuar nga Kosova dhe Serbia që të fillojnë negociatat për planin franko-gjerman. Gjatë vizites në Kosovë, ajo ka shprehur shqetësimin për rreziqet e sigurisë në Ballkanin Perëndimor. Në një konferencë për media me ministren e punëve të jashtme Donika Gërvalla, Fajon tha se Kosova duhet të përpiqet të normalizojë marrëdhëniet me Serbinë. Vsi smo zaskrbljeni z varnostnimi Të gjithë jemi të shqetësuar për rreziqet e sigurisë në Ballkan. Duam një Ballkan të fortë dhe Kosovë të fortë, sa i përket tensioneve në veri, kam thënë që Kosova duhet të përpiqet për normalizimin e marrëdhënieve dhe nuk duhet të ndodhe eskalimi i gjendjes atje. Slovenia dhe Kosova kanë lidhje shumë të forta. Ju uroj të gjithëve për suksesin e përbashkët që kemi arritur në liberalizimin e vizave për kosovarët. Do ta mbështesim Kosovën në antarësimin në Këshillin e Evropës. Por kryediplomatja Gërvalla tha se asociacioni komunave me shumicë serbe nuk mund të zbatohet, pasi e shkel kushtetutën e vendit, ndërsa kërkesat e tjera të Serbisë sipas saj mund të shqyrtohen. Kjo qeveria e Republikës Kosovës nuk do të kërkojë rrugica për të implementuar një asociacion i cili e shkel kushtetutën e vendit tonë. Se cila do të jetë rrjedha e bisedave në Bruksel në kuadër të marrëveshjes finale, se cila do të jenë koncesionet që edhe Serbia do të jetë e gatshme të bëjë
në raport me të drejtat e minoriteteve në Serbi e shumë tema të tjera mbetet të diskutohen në kuadër të dialogut. Ministri Agërvalla, duke folur për rastin e skandalit financiar të ambasadorit Martin Berishaj, tha se nuk e shkarkon atë për siç ka thënë spekulime mediatike. Ambasadori nuk shkarkohet për shkak të spekulimeve mediale. Ambasadori shkarkohet në momentin kur ka arsye faktike pse ambasadori do duhet shkarkoj për shkak se mund të ketë dikush shkelje nga ana e tij. Deri në këtë moment unë nuk kam as edhe një informacion të vetëm dhe me këmbgulje në rrugë zyrtare do të vazhdoj të kërkoj informacionet. Ministra Fajon nuk e ka komentuar çështjen Berishaj. Ajo gjatë ditës ka takuar edhe presidentën Vjosa Osmani dhe kryetarin e parlamentit Glauk Konjufca. Kjo është fundi i lajmeve. Ju falenderit për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.